60 mësuesve u konfirmohet largimi nga sistemi arsimor në Fier për shkak të mbi ngarkesës së krijuar. Drejtuesi i Drejtorisë Arsimore Rajonale në Fier, Shkëlqi Mallka, i tha se nga këta mësues do të sistemohen ata me eksperiencë pune, duke u transferuar kryesisht në zonat rurale. 50-60 mësues që në zbatim të udhëzimit 21 duhet të lirojnë vendin e punës, por kjo nuk do të thotë se duhet të rekrutohen të tjerë. Këta e lirojnë vendin e punës për shkak të mbylljes së uljes së numrit të nxënësve, bashkimit të klasave në kolektive apo normave të ulta mësimore. Procedura që po ndiqet është e tillë, në mësuesit që duhet largohen, bëhet vlerësimi i dosjeve nga komisionet pranë shkollave dhe mësuesi që fiton më pak pikë detyrohet ose që ka më pak të dhëna cilësore detyrohet të zgjidhë kontratën me drejtorinë arsimore. Allka i tha se janë mjaft probleme në institucionet arsimore, çka pritet të sjellë një reformë të thellë në këtë drejtim, duke i larguar madje edhe forcërisht mësuesit në respektim të ligjit. Ne jemi të vendosur që të mos mbajmë në shkolla asnjë mësues që nuk e meriton, për atë parë, asnjë mësues që nuk është në profilin përkatës. Kur në listat e pritshmërisë janë mbi 3000 njerëz që presin të diplomuar në universitetet shtetërore dhe private, ne do të largojmë me forcë e ligjit dhe të shtetit nga institucionet arsimore çdo mësues që nuk është në cilësinë e duhur, që nuk u prin reformave që kërkon ndryshimet në arsim dhe objektivave të qeverisë shqiptare për përmirësimin e shërbimit arsimor. Për emërimet e reja aktualisht janë vetëm 10 vende vakante dhe mësuesit duhet të paraqiten në drejtoritë e shkollave për të dorëzuar dosjet dhe më pas do të jenë sërish drejtoritë e shkollave që do të bëjnë përzgjedhjen e kandidatit.